Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin për rastin e sulmit terrorist në Banjsk, duke dënuar me burgim të përjetshëm të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić, ndërsa Dušan Maksimović u dënua me 30 vite burgim. Sulmi shtatori 2023 kishte lënë të vrarë zyrtarin policor Afrim Bunjaku, ndërsa disa të tjerë u plagosën gjatë përleshjeve. Tre të akuzuarit e dënuar janë pjesë e një grupi prej 45 personash, ndaj të cilive është ngritur akt akuzë për sulmin në pjesë veriore të Kosovës rreth një vit pas ngjarjes. Në akt akuzë përfshihet edhe Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe, i cili cilësohet si kreu i grupit terrorist dhe është përmendur si një nga figurat kryesore të organizimit të sulmit. Radojčić aktualisht ndodhet në Beograd dhe nuk është dorëzuar ende nga Serbia.